e keqja dhe ne thjesht do bëjmë se irë, se e kemi lënë Zotit. Ta them rastin më të freskët që më ndodhi mua tani me studion, domethënë të jogës. Kam patur një studio ku ke qenë ti vite përpara. Shumë e bukur e. Në kaq vite, dhe si janë njerëzit, domethënë. Ke mendoj thotë, opa, e ndërtoi ky gjithë këtë punë. Pari Gratacel ky. Edhe thotë, pra edhe thotë, opa, po i fus brylin këtij unë, edhe po i marr studion vet. Domethënë vet ata që e kishin, domethënë zotët, edhe ndërkohë po e bëjmë yoga ne këtu. Edhe vini njerëzit aty. Dhe në moment fundit, ndërkohë harrojnë që njerëzit domethënë vinë për një yoga me Klodin, nuk vinë për yoga me filanin. Dhe më thanë, ke afat vetëm një muaj që të lësh studion. Dhe thoja, një muaj ku të shkoj. Dhe ndërkohë, do më shikoj se si është e gjithë energjia, që mua më kanë nxjerrë një ambient, një vend që ishte e dizenjuar për mua. Një derë e vjetër që mbyllet, themon, një derë e re kur të hapet të sjell gjëra të mrekullueshme. Dhe ajo çka ndodhi tek ish studio ime, do më thënë ata njerëz nuk e prisnin dhe ja që gjërat nuk po shkojnë ashtu si ata e meritonin. Dhe shumë mirë. Dhe kjo është asnjë vit nuk po bën që... Edhe ka një mendim të fundit Paulini, jo para mesazhit, po Paulini se e shoh që do të thot një gjë, po e mban shumë. Jo, raketën. desha të kaloj te kjo që thot Klodi që ne shumë herë mendojmë që karma është do e marr rezultatin atëherë kur dua vetë. Në fakt, unë mendoj personalisht që njerëzit kur jetojnë në mallkim shumë herë nuk e kuptojnë fuqinë e mallkimit deri në momentin sa mallkimi i merr me vete. Dhe ajo që më thot një miku im një ditë, tha saj pa drejtë është ai Zoti, jo ta pse tha shumë, tha filani, tha kështu. Kishte bërë një biznes me këtë, po është njëri i poshtër, është njëri i keqe, është Zoti e bekofti, thashën. Si merr, tha, atë duhet me mallku, jo me beku Zoti. Po është i mallkuar, thash. Po ku tha është i mallkuar? Shiko, atë ka marrë ty parat? Po. Ku shkoi atë ditë? Ka shku, tha, ka lujt bigjoz, qa bani, i humi gjithë, po qa do me mallku më shumë se ka që? Qa do me... Më rritë e pak tu. Thonë që mallkimi babaj dhe i nënës është më i hidhuri. Shiko, është shumë e vërtet kjo dhe unë do mendoja, biblikisht është shumë e vërtet dhe unë do t'ju jepja një këshill prindërve, ju lutem kur mos i mallkoni fëmijët. Sepse thonë mallkimi nënës nuk zën, sepse mallkimi nënës nëna e fshin nëna. Nuk është e vërtet fare, nuk është e vërtet fare. Prindër të dashur, sado keq të sillen fëmijët, bekojnë fëmijët. Thuaj Zotit bekoft. Sepse, shiko, unë e kam si pastor thënë vetë, kur dikush ka bërë diçka të keqe, mos e mallko, se është i mallkuar derisa ka bashkë. Bekoje që të largohet nga e keqja. Shumë e bukur. Pastor, edhe unë e kam këtë, dëgjoni juve që... Pastor, me qënë se ke fjallë mesazhin? Po, një sekundë, se kam edhe unë. Do vish në fundi. Jo, po kam një mesazh tani, se haroj pasaj se.